Të kësaj fundjave, nesër do të kemi takimin e dytë, por duke marrë parasysh që nga sote deri në 11 maj mbeten 30 ditë dhe ka filluar zyrtarisht fushata elektorale, ne këtë fundjavë do të merremi vetëm me fushatën elektorale, ose vetëm me hapjen e fushatës elektorale. Dy kryesorët, dy kampet e mdhaja, dy rivalët më të mdhenj të kësaj gare për zgjedhjet e 2025-s, ne do të mundohemi të analizojmë sot me hapjet e fushatës elektorale si të Partisë Demokratike, por edhe të Partisë Socialiste ditën e sotme, ndërkohë që edhe Shqipëria bëhet sot e ka çelur zyrtarisht fushatën nga Vlora, ne të vegjëli do të kemi mundësi të analizojmë nesër në mbrëmje. Por gjithsesi, sot do të fokusohemi fillimisht tek Partia Socialiste. Te ajo çfarë pam të shpalosej si le të themi strategjia e fushatës apo premtimet kryesore, fjalimet kryesore edhe objektivat kryesorë, që kishin 12 drejtuesit e qarqeve të Partisë Socialiste për rezultatin e 11 majit. Nuk do të analizojmë vetëm përmbajtjen, po sigurisht në hapje fushate, ajo që ka rëndësi të veçantë është edhe forma, edhe për formën kemi parë goxha shumë sot për Partinë Socialiste, po sigurisht edhe dje për hapjen e fushatës Partisë Demokratike. Me njerë pas siglës. Jam në studio për pjesën e parë të programit ku ne do të analizojmë sot hapjen e fushatës Partisë Socialiste. Kam ndihmën e 3 kolegëve, do t'i prezantoj me njëherë. Ata janë Anri Bala, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi, Ervin Koçi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Vjen nga 2 CNN, edhe kolegu im Ardit Hoxha nga Euronews, mirëmbrëma Ardit, mirë se erdhe. Ndërkohë, si përfaqësuese të Partisë Socialiste, kam një nga kandidatet në listën e mbyllur të Partisë Socialiste për Tiranën, profesor Iris Luarasin, mirëmbrëma, mirë se erdhe, edhe sukses. Është hera e parë që takohemi që nga momenti i kandidimit për këtë garë të 11 majit. Ndërkohë, dua të shohim bashkë në mënyrë të përmbledhur çfarë pam sot nga hapja e fushatës së Partisë Socialiste. Besoj, regjia ka bërë një kolazh me të gjithë prezantimin e 12 qarqeve. Më pas, mesazhet kryesore që janë përcjell nga kreu i Partisë Socialiste, nga kryeministri Edi Rama, do të kemi mundësi t'i shohim në një material më vete, që na japi mundësinë më pas edhe t'i analizojmë ato çfarë ishin mesazhet kryesore, mbase edhe fjalët kyçe që Rama sot përdori për të kuptuar çfarë ka të re në këtë fushatë elektorale, çfarë ka të re në këtë garë elektorale dhe çfarë ka ndryshuar Partia Socialiste në këtë përballje elektorale për të kërkuar mandatin e saj të 4. Fillimisht materiali. Ne dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin Europian të Shqipërisë. Është koha që ne të nisi përtej të majtës dhe djathtës, matan barikadave partijake dhe dastive të vjetra, për Shqipërinë zonjë në sallonin e madh të familjes bashkuar europiane. Me ne ose me kënetën madhështore dhe me shitsat e qilimave fluturus të pazarit të moçaleve të vegjël rreth saj. Nuk do të vihet më kurrë në diskutim nga asnjë qeveri apo i parë qeverie këtu në Shqipëri, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Bufi ka sjell me kush e di sa para, që kush e di ku i ka gjetur edhe një latif nga Amerika. Latifi ishte publikuar dje, një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen, kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallej, që të paguajnë gjitha ato para për të duartrokitur, edhe kur ja fut asaj që thuhet, në atë farë feje, është vërtet kesh lindur me këmish. Kurse për miun ka shumë kandidat, që nga luli i shkret, që harroi që ishte mi dhe u sol si ari, braktisini profetët e rrem, braktisini qënjet qesharake, që predikojnë madhështira qesharake, apo që ofrojnë barna popullore për hallet dhe problemet tuaja. Ta shohim atmosferën, sepse ne pam mesazhet në fillim, të cilave detyrimisht do t'ju rikthehemi për një analizë më të plotë, por të shohim pak bashk atmosferën që ka qenë sot në sheshin Skënderbej, në këtë hapje të fushatës së Partisë Socialiste, çka ka qenë e para që ka goditur, le të themi, edhe pse jo, ka bërë shumë njerëz të flasin e të komentojnë në rrjet. E shohim.
perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Sí que bien, lo skådera bolje. Nëse sin ku do janë pranverojnë dhe në sy Bukuria japi në trupa, bukurine o popoja. Rënjës I lirit, e gjakut atit e birit, e kastriot palfloririt, vështona me bishtës. Pili, pili, bukur, kur fryne rëza e mali, edhe qa. Ishte në fakt më shumë si një garë artistike për të 12 qarqet, ata me sa duket kishin zgjedhur më të mirën për të prezentuar edhe me shumë gjasa kanë pasur për qëllim të emociononin të gjithë ata që kanë qenë aty në shesh, le të themi përfaqësues, por edhe mbështetës Partisë Socialiste. Dua ndihmën e 3 kolegëve. Asnjëri nga ne nuk është artist, por ne jemi gazetar. Sigurisht për mesazhin mund të flasim më shumë, dua një perceptim, një emocion, si të duk gjithë pjesa e formës. Po nisun. Edhe ngjyrat që sot kanë marrë tmerrsisht shumë komente në rrjet. Si të duk Ardit? Gjetje, risi, diçka e përsëritur nga ana Partisë Socialiste, surprizuese, interesante apo nëse nuk do ishte fjalimi I zotit Rama në fund, do më gjendem shumë si një koncert, edhe pastaj do analizonim një koncert me po the një pjesëmarrje relativisht të ulët në sheshin Skënderbej. Po te kësaj mendoj që është në vazhdën e fushatave që bën Partia Socialiste duke nisur që nga 2017-2021 janë pas, janë fushata deri diku populiste, me folk, me turbo folk, me tallava, me po themi gjëra që elemente të cilat ndoshta për atë elitën apo pjesën elitare të shoqërisë mund mos jenë aq të përfitshme, ama në shoqëri dhe në atë atyre që Partia Socialiste fundja u kërkon votën në gjisin dhe u ka prodhuar rezultat në 2017, ka prodhuar rezultate në 2021 dhe 2023. Ty vetë pëlqeu? 2023 nuk pëlqeu, mu absolutisht nuk më pëlqeu, nuk është në shijet e mia, qoftë po themi këngët, mënyra se si ishte stilizuar, apo edhe fjalime deri diku patetike që mbanin drejtuesit politik të gjitha qarqeve që në 5 fjali që thoshin, 3 nga këto fjali do duhet ishin se zbën. Partia Socialiste Edi Rama e bën këtë vend, pastaj e bën Edi Rama dhe Partia Socialiste. Okej, po drejtuesit e qarqeve I analizojmë më vete, jo vetëm në këtë kontekst, po mbi të gjitha për ata çfarë kanë deklaruar që është le të themi objektivi që ka Partia Socialiste për secilin qark, që u duk me të vërtet një objektiv ambicioz në qoftë se do t'i marrim si objektiva zyrtar. Vin Koçi, si të duk sot? Çfarë të pëlqeu, çfarë të pëlqeu më shumë, çfarë nuk të pëlqeu fare? Shiko, kur flitet për Bashkimin Evropian, do flasësh për festë, nuk do flasësh për, më themi, për zi apo për çështje të tjera. Dhe sigurisht festa që karakterizon shoqërinë shqiptare është dasma. Dhe më shumë gjallë si dasëm, po mos ishte fjalimi I zotit Rama në fund. Si një dasëm që martoi kush? Dasëm shqiptare, nuk e di kush martoi, po faktikisht më duk çik kështu, merr di keq që nuk e pas atë vallën Tiranë, se aty aq më shumë kur po bëj, më themi, kolazhi ngjit me Bashkinë e Tiranës. Gjithë me Bashkinë e Tiranës, ku drejtuesi I asaj njësie tashmë dihet që është në... Domethënë, ajo ditë jo e mirë e Partisë Socialiste, le themi, lë akoma shije, pavarësisht ata po bëjnë fest. Sigurisht që lëshia është më shumë që kjo festë u bën sheshin Skënderbej, më themi as 20 metra larg Bashkisë Tiranës, dhe mungon ai personi I cili ka qenë gjithmonë udhëheqës I fushatës së kryeqytetit. Në finale vlen theksohet që kjo metodë që përdor Partia Socialiste në mënyrë organizimit të fushatave elektorale me këngë valle, sigurisht edhe një farë kundër përgjigje të mënyrës se si e organizon kundërshtari politik, I cili, më themi për hir të vërtetës, hapin fushatës se kishte më shumë si një
skenar proteste se sa skenar mund themi I diskutojmë edhe të krahasuara me njëra tjetrën, po një perceptim i parë. Anër e ke ndjekur? Për aq sa ndoqja, nuk ndoqja këngë valle, po të paktën paka shumë diskutimet. Unë besoj se Rama gjithmonë vepron dhe bën të gjitha, jo vetëm tubime, çdo lloj tubimi, çdo lloj deklarate, i bën me anë të mesazheve. Mesazhet janë të qarta, ato që paktën edhe simbolikat janë të qarta, kryesisht i përdor me bluze, me këpucë, me çfarë të mundet. Në të koncept besoj se edhe tek votuesit, nuk po them votuesit në përgjithësi, po të minimalisht të mbështetësit, shkon me një ide të qartë, tani të kjo pjesa programit, se kjo është bërë Po thua për programin artistik, po jo, për formën, po thua për programin e përmbajtjes. Aty është program, si thuash, programi paka politik. shumë, ajo që përmendi Rama, si ishte program politik, më shumë ishin debatet që janë zhvilluar së fundi midis dy kampeve, atyre paktin që pretendojnë për pushtetin në 2025-ën. Unë besoj se Rama është i qartë në atë që do, Rama është i qartë dhe di se ku do të shkoj, dhe problemi është për hir të vërtetës, nuk është problem tani se se dim, se sipas votuesve është i qartë se do shkoj atje me hir apo pa hir, paktën minimalisht do e marrë mandatin e 4. Dhe pse lexohet bindja, po të shikosh kampin tjetër, tani ka zgjedhur këngë valle i mund zgjedhë çfarë do. Gjithmonë Rama ka kënduar, ka kërcyer, i ka rënë dajres në autobus. Ska gjë për të surprizuar në formë. Jo, po noizi ka qenë edhe të tjera tani, po ta themi. Ta të tjerë, ta më shumë për të treguar një natyrë ose karakter si kulturor, krahinor për secilin qark që zgjodhi Rama, s'ka një gjë të jashtëzakonshme. Ndoshta edhe për të pasur një përfaqësi të gjithë atij rrethi që është atje. Tani nuk diskutojmë se kemi rënë dhe mos bim dhe atë debat në shifrave, se diskutojmë gjithmonë sa pjesëmarrës ishin, dhe unë mendoj se kjo është e gabuar. Unë besoj se Partia Socialiste apo Partia Demokratike do katandiset ndonjëherë që mos të mbushi të paktën sallat apo sheshe. Më pëlqeu që zonë të simbolik që të jenë kaq pak njerëz, ndoshta është dhe më i qartë. Po dhe kanë filluar me forma mekarike, më pak mitingje dhe më shumë. Rama e ka filluar, ka shumë vite që ka filluar me herë të vënd që të shkoj te njerëzit. Ka qenë një ideator i parë i të hapjes një televizioni, si thuash në thonjza, ose një dritare për të, thjesht, pastaj besoj se të gjithë kjo është mangësia e atyre liderëve të tjerë që se ka kuptuar që kanë qenë lidera dhe s'kan për ta kuptuar në njerë përsa kohë gjithmonë i kanë shmangur rrjetet sociale, kurse tani na bëjnë si baballar të rrjetet sociale, hapin TikTokun e mbyllin TikTokun. Po ta kishin marrë me kohë atë projektorët e Facebookut, do të ishin në shifra më të mira se sa e sot, paktën me çapo shifra një lajm minimalisht live në Rama në Facebook, ndishen diku tek 11.000, 12.000 ndjekës në real time, kurse Berisha në tubimeve vetë me 2.000. Kështu që diferenca ose interesi për të parë Ramën dhe interesi për të parë tubimeve Berishës minimalisht. Mendoj se janë shikues real ato apo? Unë mendoj se janë shikues real, pastaj e duan. Apo që shkojnë në grup chat, grup seksione dhe nuk thash votues. Atëherë që ka shumë pjesëmarrës pra në shesh. Nuk pas ka pjesëmarrje tonë. Një sekond, aq më keq. Aq më keq. Gotë, po mund të çfarë do të thonë. Po, nuk ka asnjë problemi. Problemi është, po nuk besoj që Rama i ka, sepse unë e di shumë që nuk i ka. S'ka nevojë Rama mos i ketë. Po, dakord. Jo, jam i sigurt se e di se si funksionon, e di se funksionon edhe RTV-ja dhe të gjithë tjerët. Problemi është se nuk ka asnjë gjë të keqe të shohësh Edi Ramën apo Sali Berishën. Unë nuk i përktheva në votues ata, se mos u mërzisni se po shohin Ramën, po jo, interesi është për të parë kryeministës, unë do shoh. Po para se fillojmë debatin me njëri tjetrin, unë them ta gjë. Jo, është debat me njëri tjetrin, është koncept kjo është debat konceptual. Nuk është se po them, nuk e kam me zotrin fare. Nuk e përcaktova si debat. Kur del kryeministri është edhe kur vinë ata diplomatat takojnë Ramën, nuk takojnë njëri Berishën, se s'ka interes me taku Berishën. Nëse do i futemi kësaj ndjes, është një problem shumë i madh që ka politika shqiptare, sepse ai Facebooku Edi Rama, që kur del Edi Rama si kryeministër, është duke u paguar nga takset e mia. Dhe kur del Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste, nuk do duhet të përdorin të njëjtin Facebook. Ka standarde ndërkombëtare, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vende të tjera, që është tjetër profil Facebooku që përdor Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste dhe tjetër profil Facebooku që Edi Rama duhet përdorin si kryeministri i Shqipërisë. Pra mos i futemi këtij debati. Okej, Ardit, po përpara se të standarde amerikane, në Amerikë ka tjetër profil presidenti. Po kush ka thënë që ky është standard për gjithë botën, nëse është në Amerikë? Le që s'e kam dëgjuar ndonjëherë. Nëse ekziston një standard, kush i shkruar? Po
të ma citosh, jam dakord, duhet ta dikush i shkruar. Unë po flas për një standard Po pra, do të pyes ku është i shkruar standardi, se standardet duhet jetë shkruara diku. Unë po të përgjigjem, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aplikohet ky lloj standardi që presidenti Donald Trump ka këtë profil zyrtar në rrjetet sociale, në të cilin ka kontentin për mbajtjen si president, dhe në një kanal tjetër, në një profil tjetër, është kandidati ose Donald Trump që publikon çdo gjë partijake. Donald Trumpi nuk kishte në detyrë. Bideni për shembull që kishte një edhe Biden, në momentin që ka ikur nga zyra, ai profil arkivohet dhe administrohet. Në momentin kur ai kandidote, arkivohet dhe administrohet nga institucione shtetërore amerikane, sepse u duket unfair. Që po të themi fjalët standarde, fjalën standard duhet ta kesh të shkruar me në një vend. Unë po të them, ma jep ku është e shkruar, ky si standard. Dhe unë e dhash si përgjigje tani, nëse nuk doni ta pranoni, është Partia Socialiste. Ate kalojmë këtë debatin e Facebookut dhe vitët pyes pas me këtë kanë e mora tek Edi Rama për ka çdo situatën sot. Po çfarojeni këtë me që e keni me një ministër, në mëngjes publikon si ministër, në drek publikon si drejtues politik, në darkë. Po sepse i ka të treja, është trejnuar. Nuk duhet funksionoj kështu. Jo, në fakt kështu funksionon. Nuk duhet funksionon. Dhe unë po them, ma jep të shkruar, më jep një faqe që ne ti referohemi. A nuk u bën shembulli Donald Trump? Ma jep ku është e shkruar, ti më thua po t'jap shembull. Janë dy gjëra të ndryshme. Nëse nuk ju bën shembulli i presidentit Donald Trump, okay. Unë të dëgjova deri në fund tani, lutem, unë do të bëj pyetjen, qetësohu një herë, ta bëj unë pyetjen pastaj. Unë po të them, kur ti thua fjalën standard, fjala standard është e përkthyer në një gjë që është e shkruar në faqen e Facebookut, për shembull Facebooku ka politikat e tija dhe nëse do ishte në një nga standardet e Facebookut, do më thoje që e ke në filan faqe në Facebook ku shkruajnë se cilat janë standardet që përdor Facebooku. Në qoftë se është një politik globale, dhe unë nuk di të ketë standarde për politikat globale, dhe jo domosdoshmërisht ajo që mund të aplikohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kandidatët për president, aplikohet në vendet e Evropës për kandidatët për kryeministra. Do me thënë, kur thua fjalën standard, ne duhet jemi super të sigurt që kjo është vërtet një standard. Kjo që thua ti është një model, nuk është standard, janë dy gjëra. Nuk do ishte model i keq, por gjithsesi është një çështje zgjedhje. Jo të lutem, arbitse. Po flasim për një gjë që nuk është fare tema e diskutimit. Dhe pastaj do të era e fundit që do i referojmë si Zysh ose do i referojmë si zonja Luarasin, meqense është në staturën e kandidatës për deputet. I kemi shumë të rëndësishme modeli dhe standardi. Kur thua fjalën standard, është shkruar diku. Modeli ai është model. Unë fola për një shembull që na çon drejt një standardi të cilin unë do dëshiroja shumë. Po, sa gjëra mund të duash ti edhe në qoftë se ju thoni ne kur bëjmë debat ju thoni që nuk na bën punë në momenti mund të bie dakord me ju. Ta pyes standardet janë standarde. Në qoftë se ju thoni që nuk na bën punë për momentin, unë mund të bie dakord me ju. Por Trump i bollizon sa herë ti te gazetarët në Amerikë dhe ju se merrni si model, thoni pse i bollizon Rama. Atë bën mirë dhe ky. Po jo pra nuk ta orientojmë pak debatin te hapja e fushatës, pastaj gradualisht janë të dalin tek modelet e politikave. Është modeli që standardi amerikan. Janë dy gjëra të ndryshme, standardi dhe modeli. Okej, modeli dhe standardi janë dy gjëra të ndryshme. Për ta filluar butë edhe pastaj të flasim për gjërat me më shumë seriozitet. Unë doja ta filloja butë në fakt, po mbas ai komenti që bëri Arditi nxiti një debat që nuk e kisha parashikuar. Si vajti dita sot? Ndjeni të lodhur, ti vetë ke kërcyer, nuk të pash duke kërcyer, ti gjithi pash duke kërcyer. Po, patjetër që kam kërcyer, se ishte aq eufori dhe ndoshta nuk di të ta them se si është përkthyer në televizionet. Do me thënë kur ti po ta shohësh nga divani i shtëpisë, nga koltuku, nuk e di nëse përcillet e njëjta atmosferë, po atmosfera që ishte në shesh të bënte patjetër që të ngrije duar, të kërceje, me veten aty e ullur, atë kur ishe në këmbë, kështu që patjetër është një atmosferë super, sepse mendoj që edhe nga pikpamja e muzikës krahinore, që kishte sjell çdo qark i Shqipërisë, ishte një përpjekje për të sjellë një gjë signifikative, që o fliste për atë dashurinë, siç është rasti i Korçës, ose fliste për qytetet, si që ishte Berati, Shkodra. Zonja Luarasi, kur tjetë për kulinarin, të ju lutem thrisni, të provojmë nga diçka nga çdo krain, do më pëlqete shumë. Edhe kjo, për mua ishte, në fakt, ishte një fest. Ishte menduar në formën e një feste, sepse programin, Partia Socialiste e ka anoncuar gati 10 ditë më përpara.
Edhe nuk pritej dhe s'kishte një pritshmëri që të nuk kishte një pritje që sot do diskutojë për programet. Megjithatë, njerëzit janë, domethënë, kandidatët në çdo qark, po ashtu zyrtarisht janë lançuar nga gjithë drejtuesit e qarqeve, prap 2 javë më përpara. Dje vinte ishte një takim vetëm me gratë, ku patjetër u diskutua për ato pjesë të programit që kanë lidhje me çështje sociale, veçanërisht shëndetësinë, patjetër me moton e fushatës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kështu që unë në fakt më duk një gjetje fantastike, sepse në fakt nuk mendoj që ishte vetëm Edi Rama ai që foli, ishin të 12 drejtuesit e qarqeve që folën, 13, sepse Tirana ka 2 drejtues qarqe. Kishte 3. Urdhro? Kishte 3, po ngellën 2. Kishte 3, po ngellën 2, po prandaj thash që ishin 13, nuk mund të them 14, kur ishin 13, po flasim për atë që ndodhi sot, jo për atë që do ndodhte në mendimet e tua. Shiko, më pyete pak përpara, nuk e di si është përcjell nga koltuku i atyre që e kanë parë nga shtëpia, dhe unë nuk e di këtë gjë, ne kemi qenë në zyrë, po kam parë shumë i rrjetin. Dhe kam parë edhe njerëz shumë të egzaltuar, edhe njerëz që e kanë ndjekur edhe mbase kanë kërcyer e kanë shijuar atmosferën si ju, po çfarë kam parë më shumë, kanë qenë si s'kan turp, kanë 3 mandate, po shkojnë në mandatin e 4 edhe kanë dalë edhe po kërcejnë, për çfarë kërcejnë, gjysmën e qeverisë e kanë në SPAK etj. Kanë të drejtë këta? Që duan një qeveri serioze, që e di shumë mirë çfarë ka bërë, por nga ana tjetër di edhe me çfarë problemesh po e kërkon mandatin e 4 dhe me çfarë përgjegjësish po shkon në mandatin e 4, është një lloj arogance të festosh kur ti ke përgjegjësi kur kërkon një mandat qeverisës. Patjetër. Unë mendoj që ti ke përgjegjësi dhe po të shikosh të gjitha diskutimet që patën sot të 12 drejtuesit e qarqeve, patën shumë shkurt gjërat që janë realizuar gjatë këtyre 12 viteve në secilin prej këtyre qarqeve, premtimet se sa vota do marrin. Kjo pjesa e rrjeteve është tamam si një ndeshje, Jonida, dhe unë kështu e shikoj. Domethënë, edhe këto debate që bëjmë në studio, patjetër që kthehen në debate edhe në rrjetet sociale, patjetër njerëz që janë mbështetës Partisë Demokratike, kjo gjëja i duket e tmerrshme, ju duket e pavend, etj. Ka njerëz që janë mbështetës Partisë Socialiste, kjo ju duket një fest, ju duket një gjë fantastike, ju duket që ka arsye Shqipëria për të festuar, se nuk është Shqipëria 12 vite më parë. Po ata që nuk janë mbështetës të asnjërit kam, por duan një version më të mirë për Shqipërinë dhe duan një parti serioze që t'ju plotsoj, le themi... Letë kandidojnë. Edhe duan të bëjnë... Jo, ata njerëz që nuk janë mbështetës të kampeve, por që mbas edhe me hapjen e fushatës mund të vendosin se për këtë do votojnë. Po pra, po tani është, domethënë tëra fushatat, po t'i shofësh, patjetër kanë kolonat e tyre zanore, kanë sloganet e fushatës që i shoqërojnë, kanë edhe, është gati normale tani që gjithë kanë edhe një këngë që i shoqëron. Për shembull, një nga gjërat që pash unë dje në lajme se nuk arrita ta shikoja mitingun e Partisë Demokratike ishte Eye of the Tiger. Kjo ishte ajo që kishte zgjedhur Partia Demokratike. Ka bërë dhe më përpara, ka pas Melita 5, ka pas me këngëtar që jetë Albana. Tani nuk mund të thuash pse me këngëtar. Zgjedhjet janë zgjedhje, nuk do thoya personale, se janë pjesë e një grupi që i diskuton. Po kjo është çështje shije. Domethënë kur futemi te muzika është çështje shije. Po prandaj them, domethënë kjo është e gjitha një çështje shijesh. Ka njerëz që këtë gjë e kanë pëlqyer pafund, ka njerëz që nuk e kanë pëlqyer. Unë mendoj që duhet jemi në paqe me këtë gjë, se nuk mundet që të kërkojmë që do ishte problem i madh, nëse në rrjetet sociale të gjithë njerëzit do kishin pëlqyer pafund këtë. Atëherë them që duhet kishte një pikë pyetje shumë të madhe. Fakti që një pjesë e elektoratit është djathtas dhe sigurisht nuk i pëlqen fare kjo lloj shfaqje, është drejta, është e kuptueshme dhe është e pranueshme e kuptueshme. Një nga këngët më të bukura për shembull që mund të ketë pas mitingjet e Partisë Demokratike për mendimin tim ose simbolikës ose përmbajtjes së tekstit ka qenë Trojave Demokraci. Këngë e grupit Troja Demokraci. Me atë lloj se ka dhe këngë me simbolikë. Unë besoj se ka qenë fushate, ka qenë protestash. Po protesta nuk ka rëndësi, nuk e posh të bime, thash, ideja është në këtë koncept simbolikën e zgjedhur. Unë besoj se Rama ka zgjedhur simbolikën për të krijuar një përfaqësi të qarqeve që do kandidojnë në Jo, çojmë fakt këngën e fushatës që kënga e fushatës, po, ishte kënga e Noizit, e çunit problematik që e kishte zgjedhur, le themi, kryeministri për të. Po rregullon dhe Noizin Rama. Po ta bën shumë të mirë thua. Minimalisht do bëj europian. Okej. Një pyetje kështu. Sa kushtojë avvenimenti? Nuk e kam ident.
Se njerë diskutu as me... është me i lirë se ato që kanë pas BPD atë Bena beso me Maxi Skerman. Po pys për krasu me PD-t, po pys sa kushtoj. Është e rëndësishme në këtë moment? 12 yje janë në bordë karike. Jo, 12 yje prej Bukpeshku. 12 yje prej Bukpeshku. Po mund të shku për kryetarin Qarku, ne si dimë ato, ne po bëjmë... Jo, po them, 12 yje Bukpeshku, karige që nuk i blen, vetëm i Fëmija mund të kushte për këto janë... Nuk mendoj se ka pasur në një gjë ekstravagante fushata që ti të mendosh që këtu janë derdhur pra... Edhe fushata sa po ka filluar, zakonisht bilancet bëhen në fond, me kuptu sa hargjoj njëri, sa hargjoj njëri. I rritën tavanit e Për shpenzimeve, hirtë të së vërtetës nuk shikoja as leda aty, do me thënë që mendoja që kjo po për shembull, mendoja që mund të kishte pak më shumë. Pasur pak më shumë led sot. Ardit, vim pak tek drejtuesit e qarqeve, më shumë se sa tek mesazhet që ata dhanë për bilancin apo për objektivat, të cilat mund t'i diskutojmë bashkë me Partinë Socialiste në krye se si po futet në këtë fushatë elektorale, sa përket bilancit, sa përket objektivave, po vim pak tek ajo që prek më shumë edhe që shkakton më shumë interes dhe kuriozitet. Objektivi i mandateve dhe jo objektivi i problematikave. Si t'u duk fakti që secili nga drejtuesit e 12 qarqeve ka dalë dhe ka deklaruar një objektiv minimalisht me një mandat më shumë se që kanë marrë në 2021, kur gjithë janë duke bërë llogari mandatesh, sa merr njëri, sa merr tjetri. E prisje, e kishe dëgjuar, e kishe parë të diskutuar si objektiv për Partinë Socialiste çdo qark me nga 1+? Shkon, nëse do ishim në ndonjë vend tjetër mbas 12 viteve konsum në pushtet, kjo mund të duke pak e tepruar që një forcë politike që drejton vendin për 12 vitesh dhe 8 vitet e fundit e vetme në pushtet, synon që në zgjedhjet e ardhshme të arrisë prezencën e saj në parlament me së paku 12 mandatet të tjera. Por në kushtet e Shqipërisë unë e shoh krejt normale retorikën, shfaqjen dhe pretendimin që shpalosën sot drejtuesit politike dhe pse disa prej tyre deri diku pak të egzageruar me situatën që kanë në terrenet e tyre. Vetmi problem që unë kam nga drejtuesit politik, në fakt të cilën do doja ta veçoja, kam zonjën Mirela Kumbaro. Sa? Më duket e frikshme që në një vend që ka një të shkuar komuniste, totalitariste, të shkosh me pretendimi që do fitoj 4-0 përballë opozitës. Thjesht unë do e shuaj opozitën aty, do më thënë nuk më intereson fare se ata janë më të mirë, më të qinj se unë kam bërë këtë apo kam bërë atë, por thjesht unë do i shuaj. Do fitoj 4-0. Jo, më duket totalitariste dhe s'më duket normale. Ndërsa për të gjithë drejtuesit e tjerë politik, mirë apo keq, me objeksionet apo kundër objeksionet që mund të kemi, më duken të pranueshme për realitetin politik ku neve jemi, që sigurisht së pari të imponuar deri diku ose me kërkesë nga zoti Rama që ju ka caktuar një objektiv në momenti kur i ka vendosur si drejtues politik, pra po themi nëse në qarkun e Fierit Partia Socialiste ka pasur ndoshta performancën më të keqe të viteve të fundit në 2021, po mori vetëm 9 mandate, është normale që zoti Rama kur ka caktuar numrin 2 të qeverisë së tij, pra zonjën Balluku, i ka caktuar 10 mandat dhe sipër këtij mandati për egon e saj personale, zonja Balluku pretendon që do marrë 11. Por kjo pastaj është prap normale sepse jemi në fushat dhe ajo do i motivojë të gjithë ata që kishte aty pas, jo vetëm me këngën e Free MC, po do i motivojë edhe me objektivat. Ty të bëri përshtypje qarku i Gjirokastrës me pretendimin për... Jo qarku, domethënë retorika e zonjës Kumbaro që më duket totalitariste në kuptimin që dua të fitoj 4-0. Më duket pak... Po tjetër ndonjë pretendimi ndonjë drejtuesi qarqesh? Jo, ti thash, unë mund të mos bie dakord ose për ato informacione me disa qarqe të caktuara që unë kam nga terreni, mund të mos pajtohem ose mund të kundërshtoj, për shembull, mund të mendoj që në Durrës Partia Socialiste nuk i merr dot jo objektivin që ka, por ndoshta edhe një mandat më pak nga 2021-shi. Por ai të konsideroj krejt normale që zonja Sako të dalë aty dhe të thotë që unë kam këto objektive, arrin pastaj është tjetër diskutim. Vini, si t'u dukan? Kush ishte nga ato objektiva që ne dëgjuam? I mundshëm, i arritshëm dhe kush në vetëm për kë je skeptik edhe të mendosh që mund të ishte vetëm një shifër për hapje fushate elektorale dhe një objektiv që jo logjikisht nuk mund të arrihet? Në konceptin e funksionimit duket disi e frikshme që mandatin e 4 kesh ambicie për në shku 86. Përderisa del në garë, në çdo garë besoj do të kesh ambicie.
Pa tjetër, ambicie fitore, po 86 nuk është fitore, është dominim. Në total 86 shkonin me ato çfarë dëgjuam sot. Dhe në mos, më themi 86, fakti që në minimumin e saj Partia Socialiste thotë që 77 mandate sot janë të sigurta, më themi është një shifër që duhet bërë një analizë çfarë ka bërë kaq mirë që duan kaq shumë, apo çfarë ka bërë kaq keq ai tjetri që votojnë kaq shumë Partinë Socialiste. Pavarësisht objektivave që dole një nga një drejtuesit e qarqeve, besoj se ajo që do im shohët më shumë fushatës, nuk do jenë fare që unë do marrë 20 në Tiranë, 4 në Gjirokastër që fa arditi, etj. Më shumë do jenë na votoni se do e fusin Bashkimin Evropian, pavarësisht se ky premtimi pak në këndvështrimin tim duket si disi skeptik, parë se shkon për te mandatit të zotit Rama. Diskutojmë edhe premtimet. Analisti du duken pretendimet për mandate në të 12 qarqet? Besoj se Korça, për shembull, nuk të bëri përshtypje? Pavarësisht se dalin kandidatët, Korça një mandat i iku Korçës shkoi Tiranës. Atë mandatin e kërkon Partia Socialiste, besoj se kërkon atë dhe një tjetër. Reflektojnë të rezultatet 2021-shit. Unë nuk jam partijak, nuk kam iden... Po të paktën si objektiva. Jo, që të bëj një analizë se për shembull 2021-shin për 200 vota kanë humbur këtë, do t'isha partijaku si isha marrë me teknik me votat e partisë. Ideja ishte që Rama ka thënë para pak muajsh, ndoshta një muaj, që PD-ja është më keq se 97-ën. Nën kupton atë zotëria do thotë që janë Kuthrë Çameti. Por sa kohë është Kuthrë Çameti, këtë garë ka ky zotëria ka shkuar të fitoj. Nëse për te garës partitë e tjera, se tani modele tjera partijake që ndoshta nuk na çojnë në Europë në forma tjera ose nuk kanë korrupsion sikurse pretendojnë që mbështesin Spakun, sikurse mbështetet zoti Rama ose përballë atyre që nuk e duan Spakun. Jo, e tha dhe sot. Unë kam qërë... E tha si arritjet reformës drejtësisë. Nuk ka pas jetime, vetëm konti. Referuar diskursit i nuk do përshëndesi me puthje për qafime Dumanin. Se Berisha do të ashkri, nuk e përmëndi fare sot. E ka thënë më sa... Kjo nuk besoj se është e qëndësishme në gjykimin tim. Besoj se retorika e ti është e qartë sa e përket pjesës mbështetjes të organeve drejtësisë. Pastaj se a e do Dumanin, a se do Dumanin, kjo është më abet tjetër. Nëse do flasim për standarde, do të bëjmë emision tjetër. Nuk po them për 86 mandate. Besoj do ketë qasje tjetër dhe ndaj drejtësisë. Ata tjerë që janë përballë drejtësisë e kanë të ndarë pa hyrë pas një mandat që do ta shkrim. Kështu që në këtë koncept kanë vënë përballë këtyre që do të japin llogarin. Një sekondë të korrekt, meqense jemi mes kolegësh, nuk kanë thënë do të shkrim. Po mirë, ata do marrin konsulencën e Komisionit të Venecias dhe ta themi shembull tjetër që si do shkrim. Tani ti përpara atyre, përpara Dumanit, nëse pasojë komision ligjit do vesh Gjin Gjoni dhe Arjan Dojnë. Një ka dalë nga Vetingu jashtë, tjetri është kampioni i korrupsionit, si thotë kampioni i korrupsionit në drejtësi. Janë nxjerrë deputet të zotëri. Janë nxjerrë të 2 deputet sigur. Po, ja ke për të parë. Tani, ma thuaj nëse nxjerrë shumë keq Partia Socialiste në Lezhë dhe në Durrës kështu. Mi ma leqa, nuk mi intereso për Partinë Socialiste. Ti kujtosëm që halën për Kalorsin, që për i varën komët. Jo, nuk e kam për Kalorsin, Kalorsin si e ke për buguri, i qeshur, a i tjetëri ishi mërzitur i qik, me latë që i vita. Si Skënderbeu. Skënderbeu të në tjetër, po, në këtë kontekst. Ska probleme si i sërës, po. Jo, vetëm në lidhje me këtë që tha Arditi, që nuk e ka deklaruar asnjëherë. Do me thënë Arditi, unë ftoj që të hapësh në YouTube. E ka thënë troqë më dhe shkrim. Ftoj të hapësh në YouTube emisionin e Syri TV. Unë kam qenë një nga gazetaret që e kam intervistuar zotin Berisha dhe e kam pyetur nëse ai do fitonte zgjedhjet, çfarë do bënte me Spakun. Përgjigja ka thënë, unë do e mbyll se është prokurori politike. Kështu që për ta thënë, e ka thënë, po t'jap edhe faqen në YouTube ku ta shohësh emisionin. Unë mund t'i jap faqen e programit Partisë Demokratike çfarë parashikohet për Spakun. Tani në qoftë se ti mund m'japësh mund çfarë duash, unë po të them një gjë. Unë besoj se është më zyrtare kjo gjë që thash unë se sa është zoti Berisha nuk të duket zyrtar ty. Absolutisht, por unë thash më zyrtare një Jo, më zyrtare nuk mundet se nuk e krahason ti se kush është. Do të thënë më zyrtare se sa zoti Berisha dhe kryetari i Partisë Demokratike. Mendoj se është më zyrtare një dokument. Ne të dy mund të argumentojmë që është veza apo pula gjithë natën. Problemi është që unë po të citoj në vetë të parë një intervist me kryetarin e Partisë Demokratike, kandidat për kryeministër, i cili tekstualisht me gojën e tij, jo me gojën tënde,
ti mund të kesh dëshira tjera. Unë po them me gojen e ti, është përgjigjur dhe po t'jap edhe... Po retorika është e qartë, më të edhe pjesën kuta dëgjosh intervistën, do ta dëgjoj faqen e programit Partisë Demokratike, që nuk thuhet ajo që ka thënë zoti Berisha. I pyetur në vetë të parë, unë mendoj që duhet të diskutojmë mungesën e diskutojmë në pjesën e dytë me përfaqësuesin e Partisë Demokratike. Pastaj pa durimin tënd, jo nuk po dëgjova, se unë po të them, po të jap në vetë të parë pyetjen e atij që është kandidat për kryeministër. Tani kur ti e pyet kryeministrin e ardhshëm që nëse ti fiton zgjedhjet, çfarë do ndodhi me Spakun? Ai thotë do ta mbyll se është prokurori politike. Ti referoju kujt të duash, unë po i referohem atij që është kandidat për kryeministër, kryetari të Partisë Demokratike. Ato letrat e atit janë si Ivan Bregu që i fusta aty. Në qoftë se ai një nik që të do të mirë. Zoti Berisha i ndryshon në programet me ato që thotë vetë, ky është një problem shumë i madh për Partinë Demokratike. Edhe ka shkojnë nxjerrë shumë diskutojmë. Diskutojmë edhe gjinatën, mungesën e konsistencës. Mungesë koherencë. Të diskutojmë çfarë kemi ti nuk nga deklaratat e zotit Berisha dhe çfarë do të bëj apo çfarë ka në plan edhe zyrtarisht, ka qenë një debat i madh në atë kohë, madje edhe ne kemi bërë debate dhe diskutime edhe në studiot e Euronewsit, nëse i kishim kuptuar mirë qëndrimet e zotit Rama në raport me Spakut, apo qëndrimet e zotit Berisha në raport me Spakut, sepse në një moment, për para pak muajsh, të dy krahët, të dy liderët kanë pasur qëndrime deri diku të pakuptueshme, ose të ndryshueshme brenda një kohe shumë të shkurtër. Kështu që ikim kësaj të Spakut edhe vim tek mandatet, të dukem objektiva të arritshme, qoftë edhe për Tiranën. Do me thënë, me që rrim të qarku i Tiranës, ku ti je kandidate. Jonida, ti e di që unë deri përpara disa kohësh isha një komentuese në studio dhe shikoja politikbërjen nga jashtë, jo nga brenda, kështu që mendoj që e kam luksin që ta bëj akoma këtë gjë. Unë mendoj që nga pikpamja e komunikimit, kur ti del dhe bën lançimin e fushatës, patjetër që shkon atje me premtime të jashtëzakonshme. Kështu që për këtë arsye them që ti del atje për të motivuar votuesit, për t'u thënë atyre që shkoni, votoni. Do të thënë hapjet e fushatës janë duhet të bëjt lumtur. Jo, sepse patjetër, po ta shohësh edhe ato që ka bërë Partia Demokratike, po të njëjtën gjë. Unë përpara se të vjen në emisionin tuaj, shikoja edhe zotin Lapaj që po shpaloste programin e tij në qytetin e Vlorës, i cili thoshte ne do fitojmë zgjedhjet dhe do marrim 71 mandate. Do me thënë tani në programin mund ta kemi me 5 mandate. Do me thënë një parti e re, s'po flas me emra fare, po ne dim të gjithë që është absolutisht utopike. Patjetër që do ishte e preferueshme që t'i hynë për të marrë mandate, kjo nuk diskutohet. Pra e kanë fjalën për të bërë një paralelizëm për të treguar që të gjithë egzagerojnë, po do të mos politike duan të motivojnë votuesit e tyre për të me gënjeshtën. Por ka një diferencë, kur ti pretendon të marrësh një numër të caktuar mandatesh dhe +1+2, këtu çon disa mandate më shumë, kjo mund t'jetë ambicia në fund ditës. Ose mobilizim, po. Po kur ke një mandat do marrë 71 është tjetër koncept. Ti nuk mundet që të thuash që kjo është e egzageruar. Kurse pjesa për shembull e zonjës Kumbaro që tha që objektivi jon fakta është ai që mbase dalim dhe 4-0. Tani unë mendoj që kjo është e drejtë për një parti politike, pavarësisht se dikujt mund t'i duket se është totalitare etj, sepse kur ti kur hyn Bayerni me një skuadër që mund t'jetë cop-cop, nuk e fal atë dhe nuk i fut 8-0, se i vjen keq se ajo skuadra është cop-cop. Do me thënë, kjo është ajo që ndodh në botën reale. Një skuadër e mirë, nuk e fal skuadrën e dobët se sa gjunaf na vika se ky bëj dhe ky i goli shkreti. Do me thënë, nuk funksionon kështu në momentin që ti ke hyrë në një luftë vota është përfaqësim ndërmjet të dyja palëve se kush fiton mandatin e qeverisjes. E kuptoj logjikën. Si gjërokrastitët se duan PD-n se duan tani me zor, je po jep janë këtyre ti tani. Qasja ime në këtë rast është në fakt totalisht ndryshe. Unë mendoj që votuesve ju duhet thënë që është një rrezik i madh që ju duhet të motivoheni dhe duhet shkoni gjithë votoni,
Sepse në këtë rast nuk bëhet fjalë vetëm për një mandat të 4 për Partinë Socialiste, po bëhet fjalë për një gjë që është shumë e rëndësishme se sa një mandat i 4, bëhet fjalë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Po, Evropian. ky pak a shumë është lajtmotivi i kësaj fushate dhe është e qartë. Domethënë të pretenduarit që ky mandat i 4 apo vota e qytetarëve shqiptar të paktën për Partinë Socialiste është një vendim historik. Rama kështu e ka shitur dhe besoj kështu do ta çojë deri në fund deri në datën 11 maj. Domethënë jo të votosh për PS-n dhe Edi Ramën, të votosh për momentin historik të shqiptarëve. Këtë pastaj hajde ta analizojmë. Ka një problem në artikulimin e Zotit Rama të ditëve të fundit, që e theksoi edhe ditën e djeshme në mos gaboj, që nëse nuk vjen për të votuar Partinë Socialiste dhe Edi Ramën mos shko të votosh. Dhe unë e shikoj mos shko të votosh fare, po. Sërish e shikoj këtë prapë me të njëjtin kënd dhe të njëjtin shumë shqetësuese, që kryeministri i vendit tim i bën thirrje një qytetari që ka mendim ndryshe, pra që nuk e pëlqen kryeministrin dhe qeverisën e tij. Po thirrje po nuk e detyron. Jo, e shoh problematike. Pra, ja do t'i bëj një pyetje Arditit. Po imagjino të kishte më së shumti. Po nuk e ka më së shumti. Vetëm thirrjen nga dorë dhe atë e përdor me shumë sukses. Kaq sa ka unë e shoh problematike. Ardit, të bëj një pyetje pse që më qeveris 12 vjet, në momentin kur unë nuk e pëlqej më thot mos voto fare, tip nëse s'voton. Po ti ndërkohë do bësh atë që do apo jo? Kjo është absolutisht okej. Okej. Ardi, do të bëj një pyetje këtu. Edhe se kuptoj fare se unë nuk po të mbaj ty në shtëpi. Do me të në momentin që të tenë që mos shko të votosh, momentin që s'do shtosh për mua. Të kërkuarit e votave për te i mbështetësve të tyre, unë e kam dëgjuar edhe tek zoti Berisha, e kam dëgjuar edhe tek zoti Rama. A është kjo një taktik e pranueshme elektorale, që ti të kërkosh vota edhe tek, jo tek mbështetësit e tu, ose të paktën ata që s'janë mbështetësit e tu, ti demotivosh të shkojnë të votojnë, se sigurisht ajo do ishte taktika më e mirë elektorale për të maksimalizuar rezultatin. Në thonë se kjo është një lloj hile apo taktike elektorale që e përdorin si zoti Rama, si zoti Berisha dhe është krejt normale, me thënë drejtën. E dëmton PD-n kjo në këtë situatë që është? Me thënë, pse mendon që është shqetësuese për Partinë Demokratike? Ka gjasa, është rrezik real? Sot zoti Rama përmendi rastin e Vlorës të kandidates që nuk vjen emri, që ka qenë në çadër protestonte kundër zotit Rama në 2017. Dekania e Universitetit të Vlorës. Dhe bashkë me disa të rinj të FRPD-s, ju bashkohen Partia Socialiste dhe përdori këtë si shembull që edhe demokratët të tjerë të bashkohen të vinë ta votojnë dhe nuk ka asnjë lloj problemi me këtë. Ashtu sikurse dje zoti Berisha, një nga folësit që e nxori në podium në hapjen e fushatës, tha që unë jam socialist, kam votuar Edi Ramën, i bëj thirrje të gjithë atyre si puna ime që janë mashtruar, mos ta votojnë Edi Ramën. Dhe këtu jemi në nivelin e përdorimit politik që të dyja palët, të dyja karat i bëjnë këtyre elementve krejt normal. Pra, unë shof anormale thirrjen që nga pozita e kryeministrit, zoti Rama... doli si kryeministër sot, doli si kryetari i Partisë Socialiste, se janë dy gjëra tani nuk e... Nga pozitë, po kjo është problemi që thamë në fillim që unë nuk e dalloj, se kur më del Edi Rama njërë kryeministër, njërë kryetar PS-ja aty, se dalloj do. Problem, se është një njeriu. Nuk janë dy njerëz, një njeriu. Jo, pra po në mëngjes më del si kryeministri Rama që takon filani, pastaj kryetari i Partisë Socialiste. Ka ndodhur në 30 vitet e fundit çdo zgjedhje, domethënë gjithmonë ai që ka qenë kryeministër dhe ka qenë dhe kryetari i partisë, ka lënduar Ky fakt është një standard edhe më. Kjo është një pikë që meriton një pyetje, minimalisht që është një pyetje politike. Në qoftë se Edi Rama e hap fushatën si kryetari i Partisë Socialiste, që pretendon një mandat tjetër ose që ka dalë në garë për të mbledhur votat e mbështetësve të tij. Nuk duhet ne ta shohim edhe si kryeministrin e 3 mandateve që jep një llogari për çfarë ka bërë këto 3 mandate e më pas është njësoj si gjithë kryetarët e tjerë të partive që kërkojnë votën e radhës. Patjetër, po në këtë rast ne po flasim për një individ. Edhe sa herë që po sot kë pam? Sot pam kryeministrin apo pam vetëm kryetarin e Partisë Socialiste? Pam kryeministrin në detyrë në 3 mandate? Jonida, prandaj po them, nuk ka një ndarje me thik të këtyre dy gjërave, sepse këtë gjë ka bërë dhe zoti Berisha në 2013, kur ishte kryeministër i vendit, hapi fushatën elektorale për Partinë Demokratike dhe patjetër që ai tregonte arritjet që kishte pasur nga 2005 deri në 2013. Të njëjtën gjë ka bërë kryeministri Fatos Nano, që ka qenë ai kryetari i Partisë Socialiste, dhe kjo është shkon bashkë. Ky është modeli i politikës shqiptare, thua. Nuk është vetëm i politikës shqiptare, është i politikës të paktën edhe në Evropë, sepse në momentin që ti je aty si kryetari i Partisë Socialiste dhe hap fushatën e Partisë Socialiste,
do t'i referohesh kujt 12 viteve. 12 viteve që s'ke qenë ti kryetar i qeverisë, prandaj them to të dyja shkojnë bashkë. Ti e merr votën, ti votohesh si kryetar i Partisë Socialiste për të marrë mandatin qeverisës. Duam apo s'duam ne, Edi Rama sot është kryetar i Partisë Socialiste, por njëkohësisht është njeriu që shqiptarët e kanë votuar për 12 vitet e shkuara, e kanë votuar si kryeministër. Detyrimisht, kur ai referohet arritjeve që ai ka pasur, i referohet arritjeve që ka pasur qeveria e tij, që pa asnjë lloj diskutimi është qeveria socialiste. Pa diskutim. Ke pyetje të paktën te pjesa e mesazhit, edhe tek pjesa e premtimeve. Dhe një koment shkurtër për këtë çështjen e dy funksioneve. Vetëm në rast se Maqedonisë Veriut kemi të standardizuar që kryeministri jep dorëheqjen, krijohet një qeveri teknike dhe si thua, nuk ngatrohet pozicioni politik me pozicionin shtator. Gjatë kohës fushatës. Në shembull më të mirë se kjo që e Maqedonisë Veriut do ishte mori faktikisht, po ne nuk e implementuam më pastaj. Do ishte fantastike sikur dhe në vendet e tjera sigurisht që ti referohesh në një vend më progresiv. Sigurisht që Shqipëria nuk e nda dot funksionin e kryeministit me kryetarin e partisë. Është një vit që është gjithnjë më shumë e padukshme për shkak se kështu funksionojnë sistemet zgjedhore, vetëm brenda vendit tonë, por edhe në vendet e tjera. Sa i përket organizimit të tubimit, kishe pyetje për zonën Luarasi, para shumë e keni një ide qartë kush janë 12 deputetet apo kolegët tuaj të arshme për qarkun e Tiranës. E keni parë, keni projektuar veten se si do të jeni në Kuvendin e Shqipërisë, çfarë komisioni, a do t'jeni arrefti që keni qenë shkollë me mungesat ndaj kolegëve tuaj? Okej. Jo kolegëve. Si do jetë i Luarasi si deputete? Studentët se kolegë. Do me thënë, kolegë nuk i kanë pasur, i kanë pasur student, i kanë pasur kolegë më mbrapa. Edhe fati e ka treguar që me ata njerëz që unë i kam ngelur dhe kam pasur arsye që nuk i heq asnjë presje. Jo, më ke dhënë notën mirë dhe më mbrapa i kam pasur miqtë e mi më të mirë, kështu që kjo tregon trend tjetër që nuk e përdorim dot në lidhje me fushatën. Po si e parashikon veten si deputete? E parashikon veten si në eksperiencë, duke krahasuar eksperjencat e tua, e parashikon si Iris Luarasi që ne kemi parë si komentuese, analizuese e situatave, jo vetëm politike, e parashikon si Iris Luarasi profesoresh në departamentin e gazetarisë, apo si një formë tjetër që ende nuk e ke shumë qartë? Jo, si do qasesh, qoftë me kundërshtarët, qoftë me punët edhe me projektet. Okej, po të përgjigjem njërë pyetjes parë. Do me thënë, tek pjesa e parë, unë nuk mendoj që do kem një ndryshim nga pikpamja e qasje, se unë jam kjo që jam, veçanërisht kur arrin një moshë caktuar, ti ke edhe një luks që ti thuash gjërat ashtu si i mendon, se unë nuk rrezikoj që nuk kam një vend pune edhe momentin që nuk do punoj më deputete. Mendoj që kam bërë një karrierë super suksesshme në jetën time, për të thënë që mandati i deputetit nuk është gjëja super e rëndësishme e jetës time. Edhe momentin që mbaron ky mandat, unë kthehem ke gjitha gjërat e mia, vazhdoj sërish të njëjtat histori që kam pasur përpara. Unë patjetër që e shikoj veten në dy komisione të rëndësishme, që është komisioni i medias, për faktin që jam pedagoge edhe shefe departamentit gazetarisë, dhe kjo është një karrierë 30 vjeçare. E shikoj veten patjetër në komisione që kanë lidhje me çështjet sociale, kur flasim për të drejtat e njeriu dhe veçanërisht për drejtat e grave, sepse kam mbi 25 vjet jetës time që kjo është gjëja që i kam dedikuar një pjesë të rëndësishme të karrierës time. Kështu që nuk mendoj që të bëj gjëra që në fakt nuk kanë lidhje me ato që unë nuk e kam bërë më përpara dhe Qose mund ta vjoj dhe pyetje tjetër, vini mbaroje. Thatë që kur arrin një moshë caktuar i thua gjërat pa pasur droje. Po në parlament krahas fjalës është edhe vota. A do dilni herë kundër partisë, grupit parlamentar, nëse për çështje caktuar ju nuk krijoni bindjen? Pa asnjë lloj diskutimi. Do me thënë, unë nuk e kam parë veten kurrë ndonjëherë si ushtar në këtë pjesë dhe nuk mendoj që anëtarët e grupit parlamentar duhet ta shohin veten në këtë aspekt. Edhe patjetër që politika shqiptare ka njerëz plot në parlament që e ngren kartonin kundër kur ata nuk mendojnë, nuk thua që jo? Janë shumë të rrallë. Janë të rrallë, po mbase do jem dhe unë një nga këta të rrallët. Do të thonë gishtat e dorës time janë tepër për të numëruar 4 vjetet. Kam më linje dhe mua një pyetje tani, duke qenë se kolegu i zonjës Luarasi, profesor Mark Maru, ka vendosur një standard shumë të lartë
Super e vërtet. Edhe unë fakt, do me thënë, ato kisha në mendje kur po i referohesha. Për pedagogët apo profesorët që vinë nga fakulteti ku zonja Luarasi jep mësime, në mos gabojmë shumë se 25 vjet, 30 vjet, do ishit të gatshme të ndiqnit një linjë të tillë, ose po themi aq të ashpër të linit mandatin përballë një situate dhe një klime të krijuar në Partinë Socialiste, jo në pushtet, në opozit flasim, se në pushtet është pak e vështirë. Jo, unë mendoj që do ishte më vështirë për mua ta lija në opozit. Se ajo duket si braktisja. Në momentin që ti je në pushtet, atëherë është, do me thënë që ti tregon vërtet që ti nuk je dakord. Po ta marri njërë mandatin, risi pastaj ta lëri. Këtu do jemi, nuk besoj që... Jo, po ka vendosur precedent zoti minimalisht, që ka vendosur një precedent që është vërtet i admirueshëm edhe meriton gjithë dashamirësinë edhe gjithë duar trokitjen e gjithë njerëzve që merren me politikë. Andrej, flasim pak për ato që nisëm të diskutonin për para pyetjeve personale që kishte edhe Ervini edhe Arditi për Luarasin si kandidate për pjesën e bilancit. Dëgjove sot bilanc që fliste për çfarë nuk kishte arritur dot të realizonte zoti Rama, ose një arsye përse nuk kishte arritur të realizonte dot Edi Rama, dhe a duhet ketë normalisht një kryetar qeverie që kërkon një mandat 4 përveç arritjeve, edhe një shpjegim për gjitha ato gjërat që ishin si përmarrje të fillimeve të pushtetit dhe nuk u arritën dot në 3 mandate. Rama mban një fjalim programi që zjat mjaftueshëm, nëse do shpjegoj edhe për mangësi në sensin e periudhës së qeverisë, besoj se do ishe shumë e zjarme. Tani kemi dy konceptet, Edi Ramën kur është para votuesve, kemi dhe Edi Ramën kur gjithmonë në çdo retorik kanë filluar të kopjojnë pak a shumë, kemi parë më parë deputet ose zyrtar të lartë socialistë, është e shpreha famshme klishe e zotit Rama që shumë kemi bërë, po kemi shumë për të bërë akoma. Shumë për të bërë akoma. Kështu që në këtë koncept Rama ato me akulpat e veta i ka bërë, i ka adresuar. Pra sa i takojnë, pra sa mendon dhe zoti Rama. Nga ana tjetër kemi një strukturë të posaçme që do apo s'do zoti Rama e vend pozita, si thuash, pozita jo të rehatshme përballë opinionit publik, sepse ti çosh zyrtarët e lartë, ish ministra, kryetar bashkie, tjetër, ke një lloj, si thuash, morali përpara opinionit publik. Kosto politike minimalisht. Kosto politike s'ka fare zotëria, se i kemi parë te barometri juaj që s'ka lëviz fare, ajo nuk e di pse, nuk e di si shpjegohet, se këtë desha thojë, se kemi trende të çuditshme tani. Mbështetja për Edi Ramën nuk ka ndryshuar, ka pas nga 2021, po nuk përkthehet në mandate, në vota, në këtë sens. Kështu që në këtë koncept besoj që mbështetjen politike Rama e ka. Por goditja po e ngelet, ose të paktën imazhi i zotit Rama. Pra, nuk jemi më në variantin 2021 apo 2017, fani, ku besoj se betejë më e vështirë për zotin Rama ka qenë betejë 2017, kur shkuput nga LSI-ja dhe kandidoi vetëm në atë kohë përballë, si thuash, ka qenë dhe më brisht ai uniteti brenda Partisë Socialiste. Besoj se edhe largimi i Partisë Lëvizjes Socialiste për integrim e dëmtonte sikur ose ishte frika e kryeministit se do e dëmtonte. Këtë koncept nuk kemi 4 vite më parë kur Rama thotë që ata janë të korruptuar, ata janë të korruptuar. Nuk e ke parë ti të paktën. Domethënë si të domosdoshme. Jo më s'ka për çfarë do të domosdoshme, nuk shpjegojnë me fjalë. Si do e thotë, më falni. Jo, nuk e arritëm dot këto, për 1, 2, 3, 4, 5 arsye. Po nuk e arritëm, ka thënë në çdo dalje ai. Do thotë që bëm kaq shumë, bëm spitalet. Tani këta tjerët pretendojnë se si kanë bërë spitalet. Ky i nxjerr vitet se si keni pas spitalet ju, e si i kam unë. Si keni pas shkollat ju, e si i kam unë. Ky nxjerr me fakte. Tani gjithë fushata drejt asaj të orientuar. Tani ka dalë çik më si thuash ka hyrë te kjo pjesa e memeve më shumë që është bërë trend u bën disa vite për të krijuar çik hilaritet për shkak të rrjeteve sociale, sepse të rreqen dhe i çik më shumë. Por besoj se fushata nuk do ngelet te kjo pjesë, do mbetet edhe pjesa çfarë kanë bërë dhe çfarë pretendojnë të bëjnë. Tani, ai zotëria thotë që kemi bërë shumë, do bëjmë dhe më shumë. Tani, fakti që ky zotëria, përpos pretendimeve që do bien shumë shpejt, në 2025, unë kam thënë gjithmonë në çdo studi që kam dalë, se këto janë pretendimet më idiote që mund të ketë një parti që ky na vjedh. E para partia që nëse ai të vjedh ti pa aftë se duhet të rush votën e atyre që të votojnë mirë. Mos më kalote manipulimi rezultatit, jo, nuk po të kaloj fare. Do gjejmë shumë nga këto jo për rezultatin fare, se nuk më duhet të analizoj rezultatin. Sot
Partia Demokratike është në hall të madh. Pse është në hall të madh? Sepse deri sot e ka mbajtur gjithë secili prej tyre ka ruajtur karrigen me justifikimin se ky zotëria që kanë përballë, ky më vjedh. Ky zotëria që kanë përballë ka bandat kriminale. Ky zotëria që ka përballë ka zyrtarët e lartë që me parat që kanë marrë nga taksa publicitar paguajnë për vota. Sot kjo mundësi nuk është më. Nuk kanë banda. Një sekond. Jo se bërë si fakt kryer. Po një sekond, po nuk i dit bandat tim, po them apo ato bandat që raporton faku. Nuk njoh, unë njoh ato që po si koleg po ta them. Pra Elbasani nuk ka banda këto zgjedhje. Ka more, a është goditur. Po them tani, unë nuk po them se s'ka. Tani ka individ, banda, që s'ka banda së mbaron krimi, jo në Shqipëri. Banda që të lidhura me zgjedhjet se po të pyesun ka, po nuk ka. goditën, pra jo me larg se a janë goditur gjitha pjesa më e madhe në Shkodër, ku bëhen pretendime si njëra para pa në tjetër. Pjesa më e madhe bandave janë goditur. Ose mendoj unë. Zyrtarët e lartë që pretendojnë se ishin korruptuar minimalisht, dhe pse janë pa dënuar, po ta zëm se po i bëjmë pjesën këtu nga studio emisione dhe themi po me janë të korruptuar. Ai ke sot në burg? I ka. Shumë bukur tani. Çfarë justifikimi do ketë Partia Demokratike në këtë koncept, që këtë nuk e duan, këtë nuk duan, kjo na vjedh. Çfarë justifikimi do ketë Sali Berisha se ja pranon statutja e zotërisë, që ka kushtetuta e Partisë Demokratike? Po nuk është vetëm do të largohet, do të largohen të gjithë me Saliun. Nuk e kam me atë. Mos kemi fare opozit. Jo, ma e ke opozitën ti, mund të jetik lape. Por pse me mërzit është ti? E analizojnë Partinë Demokratike në pjesën e dytë. Alternativë nuk ka pse ti vetëm PD-PS-s. Se dhe ndoshta të kaloj tek partitë e reja. Kjo është ideja. Po ju se po e orientojnë te partitë e reja. Po them sot shqiptarët atë nisa dhe çfarë? Po ja fut akot me Lapaj, Gon Shejaj, Shabani që janë bashkë me Lapaj. Që mund të jenë në skenën politike nëse do të jesh kundër Ramës. Orën ke alternativa ku mund zgjedhësh. Nëse ka një tjetër më të mirë, le të aftojmë, le të kandidojë ky zotëria dhe të na japi një diçka më mbincë. Unë nuk po them se ky që po shohim aty në televizor është më i miri. Por pretendoj shqiptarët, dhe jo unë, se unë nuk e jap mandatin e 4 Ramës, unë mund të jem një vot me gjithë dëshirën time, besoj se shqiptarët e votojnë. Në këtë koncept, në qoftë se do flasim se çfarë nuk ka bërë, para përgjegjësisë çon vota, nëse ky zotëria mandatohet, dhe këta daç me buf, daç me këneta, apo kush e di çfarë ka përpara, unë besoj se shqiptarët i besojnë, unë besoj se shqiptarët mendojnë se Rama ka bërë ai sa ka bërë këto 12 vite dhe pretendojnë se mund bëjë ai çik më tepër. Po nga kampet e tjera nuk shohin asnjë lloj shprese. Dhe kjo është problematika e madhe. 2-3 pyetje politike për zonjën Luarasi, megjithësa po ka nisur fushata elektorale, duke marrë pak ka shumë edhe diskutimin me mënyrën se si po ndërtohet, pikërisht te kjo pika e fortë e Partisë Socialiste për të kërkuar një mandat të 4. Me çfarë do të fitojë Partia Socialiste këto zgjedhje? Zgjedhje 11 majit, po themi, me që pretendon që do të fitojë, dhe aq më tepër me një rezultat si ato që dëgjuam sot artikulohen si objektiva nga krerët e 12 qarqeve. Do të fitojë me simbolin e bufit përballë apo do të fitojë me pasaportën europiane? Unë mendoj që kjo është shumë e qartë, sepse ti sloganin e Partisë Socialiste e ke me Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Do me thënë, është shumë e qartë që... Me Edin. Patjetër me Edin edhe me Partinë Socialiste. Kështu që kjo mendoj që nuk ka vënd për asnjë lloj komenti, sepse në fakt po ta shohësh edhe diskuri i Ramës, po dhe diskuri i shumicës kryetarëve të qarqeve politike të Partisë Socialiste, ka qenë për një pasaportë evropiane. Dhe në fakt, kjo nuk është vetëm një slogan, sepse ne jemi njerëz që duhet të analizojmë këtë nga disa këndvështrime. Dhe një prej këndvështrimeve është të lexojmë deklaratat e atyre që janë përfaqësues Bashkimit Evropian. Për para 3 ditësh apo 4 ditësh në Shqipëri ishte komisionerja për politikën e jashtme dhe për sigurinë Bashkimin Evropian, e cila tha është një ëndër ambicioze dhe e realizueshme Shqipëria antare e Bashkimit Evropian. Kështu kanë thënë gjithmonë. Jo, nuk kanë thënë kështu gjithmonë. Nuk na kanë thënë mos ëndërroni. Jo, nuk kanë thënë kur që është e realizueshme. Por nuk thanë që kjo bëhet e realizueshme vetëm e Edi. A mund të ta mbaroj të lutem? Po patjetër, po për ta cituar korrekt, zonja Kallas. Zonja Kallas, unë e pash në kratë e Edi Ramës. Nëse ti e ke parë në kratë të dikujt tjetër, unë jam dakord edhe të kratë kryeministrit të Shqipërisë. Unë e pash në kratë të kryeministrit të Shqipërisë, që është zoti Edi Rama. Kështu që kjo është e para. Mbi të gjitha, ajo që vlen për të përmendur është komisionerja për zgjerimin. Pra, komisionerja Marta Kos, që është njeriu përgjegjës që flet për zgjerimin e vendeve që aspirojnë Bashkimin Evropian, e cila në janar 2025 tha që po ecim shumë shpejt me Shqipërinë dhe parashikohet që Shqipëria bashkë me Malin e Zi të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të mbylli negociatat në 2027.
Tani, këto nuk janë retorika që vinë nga parti politike, që në fund ditës kanë hyrë në fushat, këto janë retorika që vinë nga përfaqësues të Bashkimit Evropian. Dhe unë mendoj që kjo në fakt është një nga gjërat që ju duhet thënë shqiptarëve, sepse ne e dim shumë mirë që nga pikpamja e standardeve, jo të gjitha vendet që janë anëtare të Bashkimit Evropian i kanë plotësuar standardet vërtet nga aja dërke zhëja për të hyrë atje dhe për të qenë anëtare. Shpeshherë janë disa element geopolitik dhe ky është elementi që në fakt e favorizon edhe Shqipërinë. Pa diskutim që është lufta në Ukrainë, pa diskutim gjithë politika se si po ndryshon edhe qasja në Shtetet Bashkuara ndaj Evropës. Kjo është një nga arsyet pse Shqipëria vërtet i ka shanset për një gjë që duke e pamundur, sepse Shqipëria i ka hapur negociata në 2024, Malizi i ka hapur në 2012. Rrethana geopolitike, arsye rrethanore geopolitike, jo merit e përmirësimit të shoqërisë sa ta meritojnë BE-n. Po t'ishte se gjithmonë në BE janë futur shtete vetëm për plotësime kriteresh, BE nuk do ishte kjo që është. Greqia, kur është futur si anëtare e Bashkimit Evropian, ka pasur probleme të jashtëzakonshme, por kanë qenë rrethana të tjera dhe ishte arsyeja kryesore që pse u fut dhe u bë anëtare e Bashkimit Evropian. E njëjta histori këtu. Ku është merita e Edi Ramës këtu? Dhe a mjafton kjo për të fituar zgjedhjet? Dhe a mjafton kjo për të fituar zgjedhjet? Unë mendoj që kjo është, sigurisht nuk është 100% e mjaftueshme për të fituar zgjedhjet dhe nuk mendoj që programi dhe arritjet që ka pasqyruar në program Partia Socialiste ka lidhje vetëm me pasaportën e BE. Me të ky është slogani kryesor, po patjetër aty ka premtime për pensionet, për rrogat, për punësimin, për shëndetësinë, për arsimin, për strehimin, domethënë premtimet e programit janë aty për të gjitha fushat që interesojnë njerëzve, por nga pikpamja e asaj që ne na duhet si shqiptar, patjetër është që jeta jon e të gjithëve afektohet nga hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zonja Rarazi, vetëm një pyetje për ta saktësuar. Ne, për shkak të rrethanave gjeopolitike që ju thatë që janë një nga arsyet kryesore që neve mund të avancojmë kaq shpejt dhe mund të bëhemi pjesë e BE-s brenda 2030-s. Si qymë dhe NATO, si që na patjetër, arsye gjeopolitike. Kjo bëhet vetëm nëse në 11 maj fiton Partia Socialiste, apo këto arsye gjeopolitike që ndrojnë si të tilla edhe nëse kryeministër, po them unë, me qenë se përmendi Anëri, bëhet Adriatik Lapaj. Unë shikoj politikën në 30 vjetet e saj. Mund të Qori, se di, më falë. Jo, s'ka problem, po unë shikoj politikën në 30 vjetet e saj, dhe për hyrë të vërtetës nuk kam parë ndonjëherë ardit lider të shteteve të mëdha evropiane që të vizitojnë Shqipërinë 2 herë brenda 4 vjeteve të fundit. Do me thënë, kjo është e dyta herë, dhe do ndodhi përsëri herën e tretë në 16 maj, ku në Shqipëri zhvillohen samitet të rëndësishme dhe vinë krerët e të gjithë shteteve të Bashkimit Evropian. Do me thënë, përpara në momentin që u bë samiti i parë, nuk ishte ndodhur ndonjëherë që shtetet evropiane të bënin samitin e tyre në një shtet që nuk është antar i Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Dhe për këtë ne jemi dëshmitarë se ka ndodhur. Ne nuk mund të themi që kjo gjë nuk ka ndodhur rastësisht. Është merit e qeverisë që ka bërë vendin besueshëm. Nuk ka ndërsohemi në BE për shkak të rrethanave gjeopolitike. Shiko, ne kemi qenë afër BE-s edhe në Kanye West. Guess we never know, tha, nëse kështu është dhe ky muhabeti. Po pra, do me të kjo, pyetja është më çik si fort çntellur, po dhe unë nuk jam shumë e mirë për të parashikuar fatin, po në fakt ajo që do të thoja është që për arsye gjeopolitike Shqipëria vërtet ka qenë afër hyrjes në BE edhe në vitin 97. Por ndodhi ajo që ndodhi, firmet piramidale, jo, nuk ka qenë 94, ka qenë në fund të 96-ës, ndodhi në mars gjithë historia e firmave piramidale, iku ushty integrimi edhe me shumë vite të tjera. Kështu që kjo është gjëra që unë në fakt, do me thënë, mendoj që duhet ja u themi shqiptarëve, që ky është një momentum që duhet shfrytzuar. Pa diskutim që pushteti ty të konsumon, kjo është e pa diskutueshme. Unë nuk mendoj që ka në një pushtet në botë që nuk është i konsumueshëm mbas 12 vjetësh. Të konsumon edhe të shton oreksin. Absolutisht, por në momentin që ti ke
një flamur, si që është flamuri i Bashkimit Evropian, ke deklaratat atyre që janë përfaqësues të Bashkimit Evropian, ke lider të gjithë Evropës Perëndimore që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë për të tretën herë në 16 maj, mendoj që kjo është më afër se kur. Okej, keni pyetje tjera? Se duhet shkojmë publicitet për cilë zonjë Luarasi dhe me shumë kuriozitet më pas të presim përfaqësuesin e Partisë Demokratike për të analizuar hapjen e tyre të fushatës. Fjalimi sot Rama do ishte një fjalim ideal për datën 16 maj, nuk besoj se ishte fjalim ideal për çelje fushatës. Për 16 maj Komitetin Politik Evropian Tiranë. Në fakt, tek fjalimi Edi Ramës sot, nuk e dim do më duhet kisha më shumë kohë që të analizoja fraza, po e pash Ramën me shumë gjuhë fetare. Dëgjova shumë terminologji patriotike, po terminologji fetare që nuk i kisha dëgjuar aq shumë fjalë brenda një fjalimi, përmendje komuniteteve, përmendje profetësirave, Profeti shqiptarëve Skënderbeu, kështu që dhe duke lënë të kuptohet që i radhës është Edi Rama që do ta çojë në Bashkimin Evropian. Gjeni një gabim tek kjo fjalie, se domethënë do isha dakord të analizojmë nëse shikonim në gabim. Në momentin që të di ka një arsye të fshehur mbas përdorimit të kësaj gjuhës me tonalitetet të forta, të dallueshme, për veshët e besimtarëve. Tani po të flas si ekspert e komunikimi, edhe jo si kandidate e Partisë Socialiste, po të flas si ekspert e komunikimi, Rama foli me gjuhë klerikësh, foli me terminologji. Të gjithë ja njohim kapacitetin edhe talentin që ka për të mbajtur fjalime frymëzuese, fjalime që ndonjëherë të vënë në pikpyetje që çfarë donte thoshte autori, por që është talenti tij veshin e kujt synonte autori. Eksakt. E kupton, kështu që për këtë arsye unë mendoj që është në vazhdon e të gjithë fjalimeve shumë të mira që bën Rama, veçanërisht në ditën e sotme që është super motivuese sepse është dita e lancimit të fushatës Partisë Mendova Socialiste. mbase në këto rrethanat e fundit e duke marrë parasysh që është në fushatë elektorale, do doj botën e të gjithëve, gjithë myslimanët mbase të pakënaqur që i kemi parë gjithandej mbas vizitës së tij në Izrael për shkak të raporteve me Gazën, apo qoftë ata që mendojnë që është thyer pak a shumë uniteti i feve me favorizimin e bektashive me një shtet aty. Mbase Rama e ka lexuar edhe ka dashur t'ju flasi pak më drejt për drejt. Nuk e mendoj fare kështu, sepse mendoj që marrëdhëniet e tija me komunitetin musliman, me komunitetin bektashi, edhe me të dyja komunitetet ortodokse dhe katolike, gjithmonë ngelen të shkëlqyera. Ma kuptoj. Mirë, u takofshim prap, besoj, do të takohemi prap deri në fund fushatës, sepse shumë kurioze do t'isha për të parë Iris Luarasin që i kërkon votën dikujt derë më derë, në qoftë se do të dalësh në teren, po besoj edhe ata që analistë të mbyllur do të kenë një lloj angazhimi për të kërkuar vota për Partinë Socialiste, do të qëndroj me të tre kolegët e mi dhe do të pres më pas përfaqësuesin e Partisë Demokratike, edhe ai është një kandidat për deputet në Partinë Demokratike, është Besar Xhaferi, vjen menjëherë, dua të diskutoj me të, t'i bëjmë pyetje, të marrim përgjigje mbase të bëjmë një lloj analize të mënyrës se si Partia Demokratike e çeli fushatën elektorale, edhe për formën, edhe për përmbajtjen sigurisht.